Faleminderit kryesuesit seancës, kabinet qeveritar, të nderuar deputet, shumë të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës. Në jetën publike shqiptare shpesh kam hasur të përdorëm fjalë të mëdha për njerëz të vegjël dhe jam përdorur po kështu edhe fjalë të vogla për njerëz që kanë merituar shumë më tepër. Po për Elliot Engel duhet të ruhemi nga të dyja këto gabime. Nuk na duhet as bukurimi te prum, as kursimi i padrejt, na duhet drejtësia e fjalës. Dhe drejtësia e fjalës sot kërkon të thuhet qartë se ishte një nga miqtë më të rëndësishëm amerikan të çështjes së Kosovës në 3 dekadat e fundit, një nga zërat më të qëndrueshëm në Kongresin Amerikan për shqiptarët, një nga ata politikanë, një asorace politikanësh që e kuptuan se në Ballkan nuk mjafton të flasësh për paqen nëse nuk e dallon qartë viktimën nga agresori, liri nga shtypja dhe drejtësi nga tirania. Populli ynë dhe përfaqësuesit e tij të zgjedhur në këtë kuvend sot e nderojmë një njeri që në periudhën më të errët të historisë sonë kuptoi Kosovën më qartë se shumë kusht tjetër përgjatë tërë shekullit 20, më të trazuarit të shqiptarëve përbotësisht. Elliot Engel, i cili ndroi jetë me 10 prill 2026 në moshën 79 vjeçare, shërbeu në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga viti 1989 deri në vitin 2021 dhe arriti deri te drejtimi i Komitetit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve. Por për Kosovën rëndësia kryesore ishte e vërteta të cilën ai fanatikisht e mbrojti, se liria e një populli të vogël është prova morale e botës së qytetëruar. Në vitet kur regjimi i Beogradit po i shtypte shqiptarët, kur autonomia ishte shuar, ku universiteti, shkollat, mediat, jeta publike shqiptare po goditeshin sistematikisht, Elliot Engel ishte ndër ata pak zëra në Washington që e kuptuan herët se çfarë po ndodhte. Ai nuk priti që varret të hapeshin për të kuptuar se çfarë rreziku po i kanosi Kosovës. Ai foli shumë më herët dhe kjo është merita e njerëzve me larg pamësi morale dhe politike. Kur Serbia e Miloševićit ushtronte dhunë sistematike mbi shqiptarët e Kosovës, kur spastrimi etnik po shndrohej në metodë shtetërore, ai nuk e zgjodhi neutralitetin. Ai nuk u fsheh pas formulave birokratike. Ai e dinte se në Ballkan në atë kohë nuk përplaseshin dy të vërteta të barabarta. Ai e dinte se në Ballkan po ballafaqoheshin dhuna dhe dinjiteti, makineria e një regjimi dhe drejta e një populli për të jetuar i lirë. Kjo është një merit që duhet theksuar. Por sot kur e kujtojmë Elliot Engel nuk mjafton të themi se ai ishte vetëm mik i Kosovës. Kjo fjali është e vërtetë, por është e pamjaftueshme. Duhet të themi pse ishte mik i Kosovës. Ishte mik i ynë sepse besonte se popujt e vegjël kanë po aq dinjitet sa popujt e mëdhenj. Sepse besonte se liria nuk është privilegj i të fortëve, por e drejtë të gjithëve. Breza të tërë kosovarësh ndoshta nuk do të Mirë, me që përbëdhë fjallë për një figurë jashtëzakonisht të rëndësishme për kombin tonë, atëherë të vazhdohet. Dhe si lutëm, zotë Qërolli, që t'jeni jashtëzakonisht sakt. Maksimalisht korrekt. Ai, zoti Engel nuk u mjaftua zakonisht me ndjeshmëri dhe gjithashtu bëri përpjekje kolosale bashkë me administratën e presidentit Clinton që të mos e trajtonte Kosovën si mbetje të një marrëveshje të paplotë. Emri i Elliot Engel nuk rri vetëm në radhën dhe miqve të shqiptarëve, por në radhën atyre burrave amerikanë që i dhanë zë Kosovës kur ai ende rrezikonte të mbetej pa zë. Së bashku me figura si Bob Dole, që e pa herët stuhin që po afrohen mbi vendin tonë, dhe Tom Lantos që ngriti në Kongres mbrojtjen e drejtave të shqiptarëve të Kosovës qysh në vitet vendimtare 89-90. Dhe po kështu Gjo Diogardi që me përkushtim të palodhur mbajti hapur çështjen shqiptare me politikën amerikane, kongresmeni Engel u bë pjesë e asaj ndërgjegje amerikane. Ndërkohë që lobi shqiptaro-amerikan që në zanafillën e tij nga vatra legjendare ose Faleminderit shumë.